në lidhje me mos prezencën e kryetarit Komisionit Qendror Zgjedhjeve zotit Celibashi sot në komision. Zoti Celibashi na ka informuar që nuk është sot Shqipëri dhe duke qenë të lutëm, duke qenë se është miratim strukture punonjësish me kohë jo të plot, një veprimtari rutinë që për Komisionin Qendror Zgjedhjeve ne e bëjmë pas çdo procesi zgjedhor, sepse lidhet me një proces për të cilën raportoi zonja Josifi, duhet një numër i konsiderueshëm punonjësish me kohë jo të plot 62 veta për ta zgjesuar, për të hapur kutitë e materialeve zgjedhore. Edhe unë çmava që për të mos e penguar punën e këtij komisioni, kryesisht me strukturat merren stafët e Komisionit Qendror Zgjedhjeve, e futa në rend të dite, edhe pse komisioneri më ka njoftuar dje që nuk është sot Shqipëri. Sepse zoti Celibashi në përgjithësi, sa herë është kërkuar në komisionin ton, ka ardhur edhe ka qenë prezent për çdo çështje që kemi të pasur me Komisionin Qendror Zgjedhjeve. Ato që kishte të bëjë me projekt ligjin për shërbimin e jashtëm dhe për të cilën ministria nuk ishte në Shqipëri, unë e hoqa nga rendi ditës, sepse do të jetë ministria për punë të jashtme dhe Europën që ta prezantoj projekt ligjin. Kështu që nuk shoh ndonjë problem këtu. Gjithsesi, nëse zonja Josifi nuk ka përgjigje për pyetjen që i ushtroni, ne e dëgjuam zonjën Josifi, pse jo, mund ta shtyn vik, kërkoni komisionerin shtetëror për zgjedhje të vi këtu në një dëgjes Komisionin e Ligjeve, patjetër mo. E thrasim në një dëgjes posaçme zotin Celibashi, të vi dhe të përgjigjet këtu në Komisionin e Ligjeve për gjitha pyetjet që mund keni ju, po jo për strukturën. Po. Për Ministrinë e Jashtme se duhen ministre dhe ne duhet kishim atë kryetarin e KQZ-s. E kuptoj që ka shumë punë ai dhe nuk vjen dot Komisioni i Ligjeve. E kuptoj dhe ne që jemi bërë si lëng groshi këtu që vinë gjithë titullarët e pse kërkojnë fonde, kërkojnë miratimi nga ne këtu, as të njohin fare të vinë, por megjithatë, kjo jo për fajin tuaj, po këtë kisha më tepër për kryetarin e Komisionit Ligjeve. Zakonisht e mirë është vi titullari që të na bëjnë një kështu relacion, mos flasë edhe kaq shkurt se mirë është edhe njerëzit na ndjek, na dëgjojnë. Tani një pyetje kam. Më tepër pyetje, po dhe kontestim, po më tepër pyetje. Ore, këta punojës të rinj që do vinë, duhet domosdoshmërisht të jenë antar të Partisë Socialiste, apo ka hapësira edhe për të, më thënë, këta kot pjesë, se kemi parë kontrata 3 mujosh të ujësjellësi, të gjithë shahat që kanë bashkitë. Jo pasysh hynë këta neoprometentët për votat e reja. Tani kjo parashikon vetëm me Partinë Socialiste apo do ruhet kështu në barazim?